Binaj do t'jetë pjesa e opozitës, kemi të konfirmuar Qorin, kemi dhe të konfirmuar profesorët Magjorasës, Qori ishte konfirmuar i pari, të kandidoj vetë. Sa që dhe e ke konfirmuar? Jo, ishte konfirmuar. Shmendoni tani për garën mes të treve, kush ka më shumë shanse? Binaj, Qori apo Manastirliu? Shkurt. Më shumë shanse. Më shumë shanse në të kuptimi. Për të fituar. Pas këti lajme... Manastirliu ka mbyllur zgjedhjet bashkë me Ramën. Por, ata i kanë mbyllur zgjedhjet. Këta nuk hynë zgjedhje pa i mbyllur. Njëri si Rama, që i urren zgjedhjet, nuk hynë zgjedhje para saktuar rezultatet. Janë mbyllur thotë. Problemi është çfarë do ndodh me Flor Binaj. Kjo është kurioziteti. Çfarë do ndodh thoni ju? Çfarë do ndodh? Do arri Flor Binaj, ose do ai kanë dalë rezultat gjithmonë? Do arri Florian Binaj që të bëhet figura ku mund të bashkohet të gjithë faktorët kundërshtar të Ramës apo jo? Sigurisht përjashto Qorin. Mund të bashkohen gjithë edhe faktorët e shoqërisë, edhe faktorët partijake e tjerë. A mund të krijojë ky një frym kundër të gjitha fenomeneve që ne duam t'i heqim, t'i heqim nga qeveria, t'i heqim nga qeverisja? A mund ta përfaqësojë këtë? Kjo do shikojmë ne. Këtë do shikojmë. Ai është njeri që ka qenë aktivist. Ka bërë disa protesta, ka marrë pjesë në disa protesta civile prap, jo politike në Shqipëri. Nuk është se doli sot nga studio e Piranjave apo nga Portokallia dhe thotë do kandidoj unë se mund. Jo. Ai ka disa vite aktivizim dhe me gjithë ta që kanë qenë aktivistë dhe sot kanë bërë parti dhe rastisht ishte pastaj te Lapaj, ai ka qenë bashkëpunëtor. Sot ai ka shpatur kandidaturën me shpresën që do të mbështesin të gjithë. Të shohim se çfarë do t'jap, se është herë parë që ai na del si kandidat dhe nuk e dim çfarë mund t'jap. Në qoftë se ai do të krijojë një frym, do të krijojë një bashkim të interesave për të luftuar korrupsionin, për të luftuar autokracinë e tjera, unë besoj që mund të... Për të mundën kaq pak ditë tu aty mund ta bëjë. Mund të krijojë një për kaq pak ditë, s'është problemi për zgjedhjet. Që pak mos është i muaj. Zgjedhjet mund ose jo të ketë kohë, unë s'e di. Unë nuk besoj tek rezultati i drejtë i zgjedhjeve, por gjithçka mund ndodh. Më shumë se sa me këtë mënyrë opozita nuk mund të merrte, mendoj unë. Ju mendoni që me këtë kjo është një mënyrë e mirë për të marrë vota opozita? Më shumë se kaq se me këtë s'mund të merrte. Sepse në çdo rast tjetër do mblidhe votat e veta. Tani një pyetje që e kam pa qartë, jo, duhet të nëse keni një gjë ju, ma shpjegoni. Jo, pyetjen që kam unë. Tani do angazhohet PD në fushat me Binajin apo? Jo, kjo ishte pyetja. Thjesht e mbështet si kandidat pa. Doja të thoja, pra, sepse në këtë moment tash që të gjithë e mbështesin, do themi, këtu është vetë PD-ja çfarë bën, nuk e kanë fjalën vetë Berisha apo njerëzit e tjerë. PD-ja në bazë, strukturat në bazë. Pra sa e ndjen ato angazhimin dhe përgjegjësinë që do të mbështesin një kandidat me cilin i ka lidhur ndër vite ekrani Portokallis. Dakor? Sa gjithë struktura e PD-s, degët, të cilët shumë deputet PD-s thotë që një pjesë madhe nuk ekzistojnë, pjesë tjetër ka konflikte, ka probleme, pra përgjegjësia e tyre për të marrë pjesë dhe për të angazhuar në këtë garë. Kjo është antarësia e PD-s. Po prandaj e shpallë doktori, prandaj e pritën doktorin ata. Që e di vënë rresht ata. Ky është kuptimi. Apo jo? I pjesë të deputetëve i bëjnë nerë garës që mos morin pjesë. Fushat. Po tani antarësia e PD-s. Po pra, palca e partisë. Antarësia do të thotë... Ai votues e din kutit votimit. Po pra, do të thotë... Në 960 qendra votimi. Po pra, do të thotë që antarësia, pra këto strukturat në bazë, do shkojnë të binte dera dhe të thonë njerëzve ka zgjedhje në 9 nëntor dhe konkuron ky dhe ky, sepse kjo kohë e shkurtër, po dalësh në rrugë të pyesësh njerëzit, një pjesë e madhe nuk e din që ka zgjedhje për Bashkinë e Tiranës. Jo, ashtu duket. Po s'ka, sepse nuk ka popull më të për ne rrim pa bukë dhe pa lajme jo. Është qa thuti, bile se din, këshive kur t'i bëjnë inventarin. Ka qendra më duke se i merë ky, ka dile pyet në dokë. Është shumë e shkurtër dhe prandaj po them për. Po hajde bëjmë fushatat 45 ditë jo me ligj fushatat. Si? 45 ditore kanë qenë. Po ka nisë që tash për zgjedhjet e 2029-s. Pra ne e dim që në 2029 ka zgjedhje. Këtë nuk e dim, prandaj janë zgjedhjet pjesme këto se ndodhin kështu papritur. Dakor? Por politika është fushat non-stop gjithherët më. Po dakor, ai që në pushtet punon për mandat tjetër, ai që është pozitiv të rrezohet nga pushteti. Dakor, pra, por nëse i lidh diçka me PD-n, tash kemi një rast të veçantë, pra për herë të parë, është një kandidat që nuk është pjesë e strukturës PD-s, nuk është antari i PD-s themi, dhe duhet që gjithë strukturat punojnë për të, pa llogaritur lapen dhe këta tjera, dakor?
Në fund të ditës, nëse humb Lapaj, Binaj, ka humbur Binaj. Nëse fitojnë, dalin gjitha edhe thonë, ne ishim kontributurës të fitores. Që se unë Binaj... Nëse më të them diçka, nga të gjithë kandidatët që qarkulluan emrat, që u vetë ofruan, që u vetë shpallën etj, ky ka probabilitetin më të lartë. Sepse ne jetojmë në shekullin e 21, në shekullin e medjave sociale, votuesit të ri, i cili bën diferencën, dhe në këtë kuptim, figura më popullore mes tyre, ishte padyshim Binaj. Është figurë që tash ka rëndësi dhe ato sa pëlqime ka, sa ndjeksa ka, sa popularitet ka, pra ai e ka përcen garën e popularitetit që në fillim, pra hyn garë me i bagazh popularitet. Së dyti, në gjykimin tim, është si mace njekës për shkak kinez të adregjës. Së dyti, Ke dy kryetar partije që kanë nga 1.300.000 njekës, morin nga 120 vota. Së dyti, dy nga 130 partive që ke. unë mendoj që luftën më të fortë kundër qeverisë, kundër Ramës, kritikizmi, shpeshherë ja ka bërë humori dhe jo politika, jo sulmet apo akuzat bën Berisha të deres pakut apo në vetë parë, nëpërmjet një foltore politika apo nëpërmjet vajzave që flasin konferenca shtypi. Së treti, kjo që po ndodh nuk është precedent vetëm shqiptar. Domethënë, Zelenski që ju përmendët, është dikush që po udhëheq luftën ndaj Rusisë. Po, i ka luajtur telat. I cili si kandidat, si humorist, kur ka kandiduar për herë të parë, mundi një autokrat, i cili mbështete nga Rusia. E pra. I cili mbështete nga Rusia. Pra, do mbyll luftën Donbas. Së treti, gjën që se boj. Precedenti tjetër si precedenti Beppe Grillos. Edhe ai është precedent. Ku është sot Beppe Grillo? Po s'ka rëndësi kur sot, me siguri, jo me siguri, po ka probabilitet lartë që dhe Binaj ta humbi testin e seriozitetit. Pra, e kemi parë të bëj humor, por kur të merret me politikën serioze, mund ta humbi këtë test. Por ama nuk është diçka e pa precedent. Dhe në këtë politikë gri të dominuar vetëm nga një person, që rritet e vetëm rritet që është Rama. Shfaqja e një figure që vjen nga jashtë politikës është, mendoj, është gjë më interesante që është duke ndodhur. Kështu që mos ta dekurajojmë. Ne fundit tu ofrojmë emrin ton, të ylli do dalim prapë edhe mbas zgjedhjeve. Kemi rast që testojmë, na dolën fjalës, se prognoza mund të bëjmë. Atëherë ti do na i kujtosh, the kështu. Unë mendoj që ai do të marrë rezultatin më të mirë të mundshëm edhe krahasuar me të tjerë më përpara, ata që kanë qenë kandidat politik. Edhe unë besoj dhe PD-ja, sepse dori kjo do mbështes PD-ja. PD-ja sot, ata strukturat, ato baza e PD-s, duke pasur mungesën e autoritetit vërtet në parti, duke pasur presionin e këtyre kandidatëve për të bërë kryetarë, që po mendojnë të jenë pasardhës, ka filluar të hajë veten. Është ndahet në grupime, punojnë kundër të tjerëve, rreshtohen rreth një kandidati për kryetar partie në të ardhmen dhe kundër një kandidati tjetër. Dhe këto krijojnë rezultate shumë të këqija. Dhe ty më besoj i di këto. Si di mo? Dhe nëse PD se kupton. Ne i kisha korrekt 11 maj këto që thotë. Nëse PD se kupton që duhet të heqë dorë nga këto, që nuk ka pushtet për të ndarë, është zero pushteti për të ndarë. Por duhet të bashkohet një betejë tjetër, që nuk ka lidhje me pushtetin, me ndarjen e pushtetit, atëherë PD do ja fundet se Florian Binaj bën një aventurë sot dhe kthehet aty ku është. Por nëse PD do të ringrihet, duhet të punoj fort për një fitore simbolike që nesër mund të rikthej PD me optimizëm zgjedhjen. Se të ka humbur optimizmin për të... Inshallah këto janë drejtarë. Jo, po kjo është mundësia. Këto janë drejtarë që thuti, kryetar partije, kam frikë se mos tremen po fitoj Flori, më por.